Festivali ndërkombëtar i muzikës Qarshia synon të bashkojë muzikën klasike, folklorin dhe ritmet e flamengos në një skenë të vetme, duke krijuar një ngjarje që do t'u trashëgohet e brezave. Kështu u shpreh sopranoja Inva Mula gjatë prezantimit të edicionit të parë të festivalit në Shkup. Donim që ta fillonim të fusim disa zhanre të programit që të ngelet një festival ndërkombëtar jo vetëm i muzikës klasike. Sot muzika duhet të jetë shumë demokratike, duhet të hapi dyer, duhet që njerëzit t'i afrojmë dhe mos ketë bariera kulturore, çdo njeri ta gjej vetveten. Duke qenë se kjo Qarshia mbledh shumë njerëz të ndryshëm, pse mos jenë të gjithë njerëzit edhe me dëshira të kulturave të tjera. Sopranoja Dëshira Ahmeti bëri të ditur se nata e parë do të hapet me një trio artistësh nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Italia dhe Franca, duke shprehur besimin se festivali do të qëndrohet në një traditë kulturore. Fillojmë me një trio, sonte që vijnë nga Shtetet e Bashkuara, nga Italia dhe nga Franca. Shpresojmë që publiku do ta shijon dhe misioni jon dhe emri im si Dëshira, ashtu siç tham se emrat kanë kuptim, nuk do ndalet me dëshira që kam për të bërë gjëra të bukura. Kryetari i Komunës së Çajirit, Izet Mexhiti, tha se qëllimi është që festivali të rritet çdo vit si në cilësi, ashtu edhe në përmbajtje. Përzgjedhja e këtyre hapësirave nuk është e rastësishme. Qarshia e vjetër ka qenë gjithmonë një vend takimi i kulturave, njerëzve dhe historisë. Pikërisht për këtë arsye besojmë se është vendi i duhur që dhe arti të marrë një rol më të madh në jetën publike dhe të krijojë një lidhje të natyrshme mes trashëgimisë sonë dhe krijimtarisë bashkëkohore. Ministri i Kulturës, Sadat Sulejmani, u shpreh se festivali do të jetë ure lidhëse mes kulturës tradicionale dhe asaj bashkëkohore. Si Ministri i Kulturës dhe Turizmit do të jem gjithmonë në përkrahje të iniciativave të kësaj natyre dhe shpresoj që gjithmonë bashkarisht kështu do të korrim suksese të mëdha. Prej sot, 23 korrik e deri më 26 korrik mbahet edicioni i parë i festivalit ndërkombëtar të muzikës Qarshia, që zhvillohet në Suljan dhe Kurshumljan, ku do të ketë artistë vendore dhe ndërkombëtar.